A keni vënë ndonjëherë se motori juaj përgjigjet ndryshe çdo ditë? Ka ditë kur fillon në mënyrë perfekte dhe përshpejtohet menjëherë. Ditët e tjera duhet shumë kohë për të filluar dhe përgjigjja ndaj pedalit është e ngadaltë. Nuk është çmenduria juaj. Motori ndryshon sjelljen e tij çdo ditë për shkak të faktorëve të shumtë. Sot do të identifikojmë 14 shkaqet pse motori juaj nuk po përgjigjet vazhdimisht. Nga problemet mekanike, te sensorët e gabuar dhe karburanti i kontaminuar. Arsyeja numër 1 është rënditëse dhe shumica injorojnë atë plotësisht. Ky është informacion i vlefshëm për t'u diagnostikuar dhe zgjidhur përpara një vizite të shtrenjtë në dyqan. Le të shkojmë atje. Arsyeja 14. Sensori i pozicionit të pedalit të gazit të konsumuar, APP. Sensori i pozicionit të pedalit të gazit të konsumuar, APP, gjeneron një sinjal të paqëndrueshëm. Pedali elektronik i gazit ka dy sensor, APP1 dhe APP2, të cilët dërgojnë sinjale tensioni në ECU që tregojnë pozicionin e këmbës suaj. Gjurmët rezistente të karbonit të sensorëve konsumohen me përdorimin dhe kohën, duke krijuar kontakt të parregullt. Kjo konsumim gjeneron sinjale të çrregullta që kompjuteri keq interpreton në lidhje me pozicionin e pedalit. Ka ditë kur sensori funksionon siç duhet dhe të tjera kur dërgon një sinjal të dobët ose me ndërprerje. Simptoma klasike është një përgjigje e paqëndrueshme e mbutjes. Disa ditë akseleratori është i ndjeshëm, ditë të tjera duhet ta shtyni atë deri në fund për të marrë një përgjigje. Verifikimi bëhet me një voltmetër që mat sinjalin dalës të sensorëve. Ju duhet të rritni linearisht nga pik 0.5 volt në 4.5 volt kur shtypni pedalin. Nëse sinjali kërcen midis vlerave ose ka ndërprerje, sensori është i gabuar. Furnizimi me energji elektrike për sensorët është 5 volt dhe tokëzimi nga ECU. Ju duhet të kontrolloni instalimet elektrike dhe vazhdimsinë. Riparimi është zëvendësimi i të gjithë pedalit midis 100 dhe 50-200 euro. Disa automjete lejojnë kalibrimin me një skaner automobilistik për të rivendosur sinjalin e duhur. Arsyeja 13. Filtr ajri i ndotur ose i bllokuar. Filtri i ajrit i ndotur ose i bllokuar kufizon rrjedhën e ajrit në motor. Motori me djegjie të brendshme ka nevojë për një përzierje të saktë të ajrit dhe karburantit për të funksionuar në mënyrë optimale. Filtri i ajrit kap pluhurin, grimcat dhe papastërtitë për t'i parandaluar ato të hyjnë në motor. Një filtr i bllokuar kufizon sasinë e ajrit që hyn, duke reduktuar fuqinë dhe përgjigjen. Obstruksioni i pjesshëm çon në sjellje të paqëndrueshme. Në ditët e lagështa, filtri thirr lagështin dhe bllokimi është më i keq. Në ditët e thata, filtri lejon më shumë rrjedhje dhe motori përgjigjet më mirë. Simptoma është se motori përgjigjet ndryshe në varësi të kushteve të motit, lagështisë dhe temperaturës. Verifikimi është një inspektim vizual i filtrit me një dritë të ndritshme. Nëse drita nuk kalon, zëvendësimi është i nevojshëm. Filtri i letrës duhet të zëvendësohet çdo 15 ose 20.000 kilometra në varësi të kushteve. Filtri i larë me rrjedhje të lartë mund të pastrohet çdo 30.000 kilometra. Kostoja e zëvendësimit të filtrit është e lirë, midis 15 dhe 30 euro. Shumë pronar shtëpish injorojnë mirëmbajtjen e filtrit të ajrit duke menduar se është një komponent i vogël. Realiteti është se një filtr i ndotur ndikon ndjeshëm në performancën e motorit dhe ekonominë e karburantit. Arsyeja e 12. Akumulimi i karbonit në valvulat e marrjes. Valvulat e marrjes me grumbullim karboni janë një problem me motorët me injeksion të drejtë për drejtë, GDI. Në motorët me injeksion të drejtë për drejtë, karburanti injektohet direkt në cilindër, kështu që mos i shpelani valvulat e marrjes. Avujt e vajit të karterit dhe gazrat e riqarkullimit, EGR, depozitohen në valvula duke formuar karbon të fortë. Grumbullimi i karbonit zvoglon zonën e rrjedhës së ajrit në valvula dhe ndikon në mbushjen e cilindrit. Në ditët kur motori është i ftohtë në fillim, akumulimi i karbonit kufizon më shumë rrjedhën dhe boshe është e parregullt. Me motorin të ngjethë, zgjerimi termik i karbonit zvoglon kufizimin dhe motori përgjigjet më mirë. Simptoma është boshe e parregullt në fillim të ftohtë, humbja e fuqisë në rrotullime të ulta, por kur motori ngrohet, përmirësohet. Kontrolli është një inspektim me një boroskop, një kamerë në dhomën e djegjes për të parë valvulat drejt për drejt.
Pastrimi është procedura e shpërthimit të arës ku lvozhgat të grimcuara të arës qellohen me presion të lartë në valvula për të hequr karbonin. Kostoja e pastrimit është nga 6 deri në 800 euro në një shërbim të specializuar. Parandalimi përfshin aditivët e pastrimit në karburant dhe vaj cilësor që parandalojnë grumbullimin. Drejtimi sporadik me rotullime të larta ndihmon në djegjen e rezervuarve. Disa prodhues shtojnë injekcion të dufisht, port dhe direkt, i cili zgjidh problemin, por shton koston dhe kompleksitetin. Arsia një here. Sensori i kontaminuar i masës së rrjedhës së ajrit MAF. Sensori i kontaminuar i masës së rrjedhës së ajrit MAF jep një lecim të pasakt të përzierjes. MAF mat sasinë e saktë të ajrit që hyn në motor dhe dërgon sinjalin në ECU për të llogaritur sa karburant të injektohet. Elementi i sensorit, një tel i nxehtë ose film i nxehtë, kontaminohet me vaj, pluhur dhe mbeturina. Ndotja rezulton në lecime të gabuara dhe ECU injekton karburant të pasakt, duke krijuar një përzierje të dobët ose të pasur. Ka ditë kur sensori funksionon në mënyrë të pranueshme, dhe të tjera kur lecimet janë plotësisht të gabuara. Simptoma është se motori ndizet në vështirësi, punë të paqëndrueshme, përshpejtim të dobët dhe rritje të konsumit të karburantit. Verifikimi bëhet me një skaner automobilistik për të parë vlerat në kohë reale të MAF. Në punë, duhet të shnoj midis 2 dhe 7 gram në sekond në varësi të motorit. Në përshpejtim, vlerat duhet të rriten proporcionalisht. Nëse kërcejnë ose janë të çrregullta, sensori është i gabuar. Pastrimi bëhet me llak pastrimi specifik MAF. Asnjëherë mos përdorni kimikate të tjera që dëmtojnë elementin e sensorit. Aplikojeni llak direkt në elementin e sensorit dhe lëreni të thahet plotësisht përpara se ta riinstaloni. Kostoja e pastruesit të MAF është 15 euro. Zëvendësimi i sensorit kushton midis 100 dhe 50 e 300 euro. Arsia e gjete. Kandela të konsumuara me elektrod të gërryer. Kandelat e konsumuara me elektrod të gërryer gjenerojnë një shkëndij të dobët dhe me ndërprerje. Kandelat ndezin përzierjen ajër-karburant në dhomën e djegjes. Konsumimi është normal me përdorimin. Elektroda qendrore e kandelës gërryhet dhe hendeku ose hapja rritet duke bërë shkëndijen më të dobët. Hendeku i tepërt kërkon më shumë tension për të gjeneruar shkëndijen dhe mbështjeljet e ndezjes punojnë më shumë. Në ditët me lagështi të lartë, rezistenca elektrike rritet dhe kandelat e konsumuara nuk ndizen vazhdimisht. Në ditët e thata me lagështi të ulët, shkëndia është më e fortë dhe motori funksionon më mirë. Simptoma është e vështirë duke filluar nga mëngjeset e lagështa, boshe e paregullt, ndezje të gabuara gjatë përshpejtimit. Motori funksionon më mirë në ditë të thata dhe temperatura të larta. Verifikimi është heqja e kandelave dhe inspektimi vizual. Ju jeni duke kërkuar për elektrod të konsumuar, hendek të tepërt ose qeramik të plasaritur. Hendeku duhet të jetë në specifikimin e prodhuesit, zakonisht midis 0.08 dhe 1.1 mm, e matur me matës. Kandelat e platinit ose iridiumit zgjasin 100.000 km, ato konvencionale zgjasin 30.000 km. Arsieja e 9. Bateri e dobët me tension të paqëndrueshëm. Bateria e dobët me tension të paqëndrueshëm ndikon në elektronikën e motorit. Bateria siguron rrymën elektrike për ndezjen dhe fuqizon sistemet elektrike kur motori është i fikur. Një bateri e vjetruar ka reduktuar kapacitetin dhe tensioni bie me ngarkesën e kërkuar. Në ditët e ftohta, kapaciteti i baterisë zvogëlohet në mënyrë drastike, sepse kimia e brendshme ngadalsohet. Tensioni i ulët ndikon në pompën e karburantit, sensorët dhe modulet e kontrollit, duke çuar në performancë të paqëndrueshme. Në ditët e nxehta, bateria funksionon më mirë me tension të qëndrueshëm dhe motori përgjigjet normalisht. Simptoma është fillimi ngadalt, motori rrotullohet dobët dhe dritat e pultit janë të zbehta në fillim. Motori ndizet dhe funksionon, por përgjigja e mbutjes është e paqëndrueshme, sepse elektronika ka tension të pamjaftueshëm. Verifikimi bëhet me një voltmetër që mat tensionin e baterisë me motorin e fikur. Duhet të shnoj 12.6 volt me karikim të plot. Me motorin në punë, duhet të shnoni midis 13.8 dhe 14.4 volt me alternatorin që karikohet siç duhet. Nëse tensioni bie në 12 volt në ngarkesë, bateria është e dobët dhe ka nevojë për zvendësim.
Arsyeja e tete. Karburanti i kontaminuar me ujë dhe sedimente. Karburanti i kontaminuar me ujë dhe sedimente blokon injektorët. Cilësia e karburantit ndryshon nga pika e karburantit në pikë karburanti, sepse rezervuarët e magazinimit janë të kontaminuar. Kondensimi i ujit në rezervuarët e gazit të pikave të karburantit dhe sedimenti dhe ndrushku grumbullohen në fund. Karburanti i kontaminuar shkakton blokim të pjesëshëm të injektorëve me model të parregullt spërkatjeje. Ka ditë kur rezervuari ka karburant të pastër dhe motori funksionon në mënyrë perfekte. Ditët kur rezervuari ka karburant të kontaminuar dhe përgjigjja është e dobët, injektorët pjesërisht të bllokuar gjenerojnë përzierje të dobët në cilindrat e prekur me humbje të energjisë. Simptoma është boshe e parregullt, dezje të gabuara, përshpejtimi dobët dhe rritje e konsumit të karburantit. Motori funksionon në mënyrë të çrregullt, veçanërisht pas mbushjes së rezervuarit në një pikë karburanti të dyshimt. Verifikimi bëhet me një skaner automobilistik që kërkon kodet e defekteve në cilindra specifik, P0300 në P0308 për shkak të ndezjeve të gabuara. Inspektimi vizual i karburantit në rezervuar kërkon ujë të veçantë në fund ose sediment. Uji në karburant gjeneron kodet P0087 për presionin e ulët të karburantit. Zgjivja janë aditivët që tharin ujë në karburant që thithin ujin në sasi të vogla. Pastrimi i injektorëve me kimikate. Pastrimi ose aditiv në karburantin e përdorimit të vazhdueshëm. Shërbimi tejzanor i pastrimit të injektorëve në një punishte të specializuar kushton nga 200 deri në 400 euro. Në raste të rënda, është i nevojshëm kullimi i plot i rezervuarit të karburantit dhe pastrimi i rezervuarit. Arrijem në mes të listës së 14 arsyeve pse motori nuk përgjigjet njësoj çdo ditë. 7 të ardhshmet përfshijnë probleme kritike që shumica injorojnë, diagnoza komplekse dhe zgjidhje efektive. Le të flasim për sistemet thelbësore të temperaturës, presionit dhe elektronikës. Arsyeja numër 1 është tronditëse, e zakonshme dhe shkatëruese. Ne vazhdojmë. Arsyeja e 7. ECT, sensori i temperaturës së ftosit me lehtësinë të pasaktë. Sensori i temperaturës së ftosit, ECT, me lehtësinë të gabuar gjeneron një strategji të gabuar të karburantit. ECT mat temperaturën e motorit dhe dërgon sinjalin në ECU për të reguluar përzierjen e karburantit dhe kohën e ndezjes. Motori i ftohtë ka nevojë për përzierje të pasur dhe boshe të lartë. Motori i nxehtë ka nevojë për përzierje të dobët dhe boshe normale. Një sensor i gabuar dërgon sinjalin e gabuar dhe ECU mendon se motori është i ftohtë, kur është i nxehtë ose anasjelltas, duke bërë rregullime të gabuara. Ka ditë kur sensori raporton temperaturë të ulët dhe ECU injekton karburant të tepërt. Motori mbytet në boshe të lartë. Ditët kur sensori raporton temperaturë të lartë dhe ECU redukton karburantin duke krijuar përzierje të dobët me humbje të energjisë. Simptoma është fillimi i vështirë, boshe e parregullt dhe konsumi i çrregullt i karburantit në varësi të temperaturës. Verifikimi bëhet me një skaner automobilistik duke krahasuar temperaturën e ECT me temperaturën reale të motorit duke përdorur një termometër infrat të kuqe. ECT duhet të tregojë temperaturën e dhomës me motorin të ftohtë dhe të rritet në mënyrë progresive ndërsa motori ngrohet. Një lehtësim ngrirje ose temperaturë jo reale tregon një sensor të gabuar. Arsyeja e 6. Presioni i luhatshëm i karburantit. Presioni i luhatshëm i karburantit nga pompat, regulatorët ose valvulat e kontrollit të dëmtuara dikon në performancën. Sistemi i karburantit duhet të mbajë një presion specifik që injektorët të spërkaten siç duhet. Pompa e karburantit presionon sistemin, regulatori mban presion konstant dhe valvula e kontrollit ruan presionin kur motori është i fikur. Një pompë e konsumuar gjeneron presion të paqëndrueshëm. Disa ditë funksionon siç duhet, të tjera presioni është i ulët. Regulatori i gabuar i presionit lejon që presioni të luhatet duke gjeneruar përzierje të pasur, të dobët ose të çrregullt. Valvula e keqe e kontrollit lejon që presioni të bjerë kur motori është i fikur dhe fillimi tjetër është i vështirë. Simptoma është fillimi i zgjatur ku motori duhet të rrotullohet disa sekonda para se të fillojë, ndërsa presioni i karburantit rritet. Punë e parregullt,
për shpejtimi dobët dhe humbje e fuqisë, veçanërisht në përshpejtim të fortë. Verifikimi bëhet me një matës të presionit të karburantit të lidhur me shinën e injektorit për të matur presionin me çelësin në kontakt dhe motorin e fikur. Presioni duhet të jetë në specifikim, zakonisht midis 3 dhe 4 bar për motorët me benzinë portuale, ose midis 50 dhe 120 bar për GDI. Nëse presioni luhatet në mënyrë të çrregullt, pompa ose regulatori është i gabuar. Nëse presioni bie shpejt me çelësin e fikur, valvula e kontrollit është e keqe. Dëgjoni pompën e karburantit me çelësinë në kontakt. Duhet të gumëzi për 2 sekonda për të vënë presion në sistem. Nëse pompa është e heshtur ose nuk funksionon, kontrolloni siguresën, stafetën dhe fuqinë. Arsyeja e 5. Termostati i motorit ka ngequr. Termostati mbërthyer i motorit gjeneron temperaturë të pasakt funksionimi që ndikon në performancën. Termostati rregullon rrjedhën e ftosit në motor për të ruajtur temperaturën optimale të funksionimit midis 90 dhe 95 gradë Celsius. Termostati mbërthyer i hapur do të thotë që motori nuk arrin kurrë temperaturën e duhur të funksionimit. Motori i ftohtë ka nevojë për përzierje të pasur të vazhdueshme me konsum të lartë të karburantit dhe humbje të efikasitetit. Një termostat i mbërthyer i mbyllur do të thotë që motori mbinqehet me rrezik dëmtimi serioz. Temperatura e funksionimit ndikon drejt për drejt në efikasitetin e djegjes, lubrifikimin e vajit dhe zgjerimet termike të komponentëve. Në ditët me temperaturë të ulët të ambientit, motori është i ftohtë më gjatë. Me termostatin e hapur, ai kurrë nuk nxehet siç duhet. Në ditët e nxehta, motori arrin temperaturën shpejt dhe funksionon më mirë. Simptoma është se motori është i ngadallt për të ngrohur. Matësia e temperaturës nuk arrin kurrë në qendër dhe konsumi i karburantit është i lartë. Ngrohja e brendshme është e dobët, sepse motori është i ftohtë dhe i pamjaftueshëm. Mbinqeja bën që matësia e temperaturës të jetë në zonën e kuqe, me avull që del nga kapuçi. Verifikimi është monitorimi i temperaturës me skaner. Motori duhet të arrijë midis 88 dhe 95 gradë Celsius në 5 deri në 10 minuta drejtim normal. Me termostatin të hapur, temperatura stabilizohet midis 70 dhe 80 gradë dhe nuk arrin kurrë maksimumin. Nëse motori arrin temperaturën ngadalë, termostati po hapet para kohe. Testi fizik i termostatit është heqja e tij dhe zhytja në ujë të nxehtë me termometër. Duhet të hapet në temperaturën e specifikuar, zakonisht midis 82 dhe 88 gradë Celsius. Zëvendësimi i termostatit është i lirë, midis 30 dhe 80 euro dhe përfshin copë litari. Vendodhja ndryshon sipas automjetit, por zakonisht është në një trup alumini që lidhet me zorën e sipërme të radiatorit. Ajri në sistemin e ftojës gjithashtu shkakton temperatura të çrregullta. Pastrimi është i nevojshëm. Arsyeja e 4. Valvula e grembërthyer. Valvula e bllokuar e riçarkullimit të gazit të shkarkimit. EGR kontaminon përzierjen e marrjes. EGR riçarkullon një pjesë të gazrave të shkarkimit në marrje për të reduktuar temperaturat e djegjes dhe emetimet e NOx. Valvula EGR është djegur nga mbeturina debloza, duke ngjecur hapur ose mbyllur. EGR i mbërthyer i hapur lejon që gazrat e shkarkimit të kontaminojnë vazhdimisht marrjen dhe motori funksionon me djegje të dobët. Holimi i përzierjes ajër karburant me gazra inerte zvoglon fuqinë dhe rezulton në boshe të parregull. EGR mbyllur nuk riçarkullon gazrat, temperaturat e djegjes janë të larta dhe emetimet e NOx rriten. Në ditët kur motori është i ftohtë, EGR mbyllet për funksionim normal dhe motori përgjigjet mirë. Në ditët kur motori është i nxehtë, EGR duhet të hapet. Nëse është i hapur, performanca është e dobët. Simptoma është boshe e parregullt dhe e paqëndrueshme, humbja e energjisë gjatë përshpejtimit dhe hezitimi. Drita e motorit të kontrollit me kodet P0401 për fluks të pamjaftueshëm EGR ose P0402 për fluks të tepërt EGR. Tumi i zezë i shkarkimit nga kompensimi i ECU, përzierje e pasur me EGR të mbërthyer hapur. Kontrolli është inspektimi vizual i valvulës EGR duke kërkuar grumbullimin e karbonit me kërcellinë mbërthyer. Çmontoni valvulën dhe pastroni me pastrues kimik qymëri, druri dhe furç teli.
Pastrimi i valvulës EGR është një procedurë mirëmbajtje e parandaluese që do të 10 ose 100.000 kilometra. Zëvendësimi i valvulës EGR kushton nga 200 deri në 500 euro për të reja. Arsyeja e trete. Mbështjeljet e ndezjes të dobësuara. Mbështjeljet e dobësuara të ndezjes gjenerojnë shkëndijë të paqëndrueshme në ngarkesë. Mbështjeljet e ndezjes transformojnë 12 volt të baterisë në mijëra volt të nevojshme për të gjeneruar shkëndijë në kandela. Plaçja e mbështjeljeve, rezistenca e brendshme rritet, izolimi përkeqësohet dhe efikasiteti zvoglohet. Një spirale e dobët gjeneron shkëndijë të mjaftueshme me motorin në punë me kërkesë të ulët. Por në ngarkesë në përshpejtim me kërkesë të lartë, spiralja nuk gjeneron tension të mjaftueshëm dhe ka ndezje të gabuara. Në ditët me temperaturë të ulët, rezistenca elektrike është më e ulët dhe mbështjeljet funksionojnë më mirë. Në ditët e nxehta, rezistenca rritet dhe mbështjeljet e dobta nuk arrin të gjenerojnë shkëndijë adekuate. Simptoma është ndizja e gabuar gjatë përshpejtimit, motori dridhet dhe ka një humbje momentale të fuqisë. Drita e motorit të kontrolit me kodet P0300 në P0308 për ndezje të gabuara në cilindra specifik. Motori funksionon mirë në boshe, por dështon në ngarkesë të rëndë ose përshpejtim. Verifikimi bëhet me një skaner duke parë të dhëna në kohë reale për të parë nëse ndezjet e gabuara rriten në përshpejtim. Osciloskopi për të parë modelin e ndezjes është ideal, por kërkon pajisje të specializuara. Ju mund të ndërroni mbështjeljet midis cilindrave për të parë nëse defekti ndjek spiralen kur lëviz cilindrat. Testi i rezistencës primare dhe dytësore të spirales me ohmmetër krahasohet me specifikimet. Nëse rezistenca është jashtë diapazonit, spiralja është me defekt dhe zëvendësimi është i nevojshëm. Mbështjeljet individuale për cilindër kushtojnë midis 40 dhe 100 euro secila. Paketa e mbështjeljeve për cilindra të shumt kushton nga 2 deri në 500 euro. Telat e përkeqësuar të kandelave të tensionit të lartë gjithashtu shkaktojnë probleme të ngjashme. Inspektimi dhe rezistenca. Lagështia në tela ose kandela shkakton qarqe të shkurtra ku shkëndijja ikën në tokë. Arsyeja e dite. Mbëtni trupin me flutur të ndotë. Trupi i ndotur i mbutjes gjeneron pengesë të pjeshme të rrjeve së ajrit. Trupi i mbutjes kontrollon sasinë e ajrit që hyn në motor. Valvula e fluturës hapet dhe mbyllet. Flutura grumbullon depozita karboni dhe nafte nga ventilimi i karterit dhe gazrat e shkarkimit të riqarkulluar. Depozitat zvoglojnë zonën e hapjes. Rrjedha e ajrit është e kufizuar, boshe është e ulët dhe ndikon në përgjigjen e mbutjes. Në ditët kur depozitat janë të thata dhe të ngurcuara, bllokimi është më i madh. Në ditët e lagështa, depozitat zbuten dhe bllokimi është më pak. Ndryshueshmëria në lagështin dhe temperaturën e ambientit ndikon në qëndrueshmërinë e depozitave dhe sjelljen e motorit. Simptoma është boshe e paqëndrueshme që lëkundet në RPM me motorin të nxehtë ose të ftohtë. Mbutja ka një përgjigje të ngadaltë. Kur shtupet pedali, motori reagon ngadalë. Drita e motorit të kontrolit me kodet P0505 ose P006 nga sistemi i kontrollit boshe jashtë diapazonit. Motori fiket në semaforët sepse boshe bie shumë poshtë. Verifikimi është inspektimi vizual duke hequr kanalin e hyrjes për të parë fluturën drejt për drejt. Depozitat e zeza të grumbulluara në skajet e mbutjes dhe trupit të mbutjes tregojnë se pastrimi është i nevojshëm. Pastrimi bëhet me lak pastrues trupi specifik me pashpejtim. Kur WD-40 sepse dëmton sensorët. Aplikojeni lak me flutur të hapur për të pastruar depozitat me një leckë. Fikni motorin dhe shkëputni baterinë. Arsyeja e pare. Moduli i kontrolit të motorit. ECU, shtupje PCM me defekt softuerik. Moduli i kontrolit të motorit, ECU ose PCM me defekt softueri, përshtatje të gabuara ose memorje të korruptuar, është arsyeja numër 1. ECU është truri i motorit. Ai përpunon informacionin nga sensorët dhe kontrollon injektorët, ndezjen dhe sistemet. Softueri i ECU ka algoritme dhe përshtatje komplekse. Ai mëson sjelljen e motorit me kalimin e kohës dhe rregullon parametrat. Përshtatjet në memorien e ECU se mund të korruptohen nga tensioni i ulët i baterisë, shkëputja e papritur ose ndërhyrja elektromagnetike.
Një ECU e korruptuar çon në llogaritje të gabuara të përzierjes së karburantit, kohës së ndezjes dhe kontrollit të sistemit. Një defekt i përkohshëm i softuerit shkakton sjellje të çrregullt të motorit. Disa ditë funksionon në mënyrë perfekte, të tjera reagon keq. ECU ruan kodet e përhershme në pritje dhe historike të defekteve që mund të ndikojnë në strategjinë e kontrollit. Ka ditë kur ECU lecon sakt sensorët dhe motori funksionon në mënyrë optimale. Ditët kur lecimet janë të çrregullta, përpunimi është i pasakt dhe përgjigja është e dobët. Simptoma është sjellja krejtësisht e paparashikueshme dhe çrregullt e motorit në punë dhe për shpejtim. Drita e motorit të kontrollit pulson, ndizet dhe fiket me kode nga sisteme të shumta. Motori hyn në modalitetin e sigurt, modalitetin e qalë, me fuqi të reduktuar për të mbrojtur nga dëmtimet. Rivendosja e ECU së duke shkëputur baterinë për 15 minuta, fshin përshtatjet dhe memorien e përkohshme. Motori funksionon më mirë menjëherë pas rivendosjes së ECU-së, por më pas sjellja e çrregullt kthehet. Ja ku keni 14 arsyet pse motori nuk përgjigjet njësoj çdo ditë. Sensori i konsumuar i APP, filtri i ajrit të ndotur, grumbullimi i karbonit në valvula, maef i kontaminuar, kandelat e konsumuara, bateria e dobët, karburanti i kontaminuar, ECT i gabuar, presioni i luhatshëm i karburantit, termostati i mbërthyer, EGR i djegur, mbështjellje të dobësuara, trupi i ndotur i mbutjes dhe ECU e defektshme ose e korruptuar.